me punësu njerëz sa të mujnë, sidomos në Kek, fitu edhe 2 komuna. Kjo e kontrolluar prej një grupi parapolitik. Me u shfrytzu ndërmarrjet publike si formë e shantazhimit për vota, për me ndërtu hekurudhën prej fush Kosovës e në Durrës, e na nuk e kena një trend si duhet që çon pej. Në 4 vjet të kësaj qeverisjes, kemi pa në raport me ndërmarrjet publike ka qenë vetëm një qëllim. Me vendos dikan krye atje të njësisë mbikëqyrëse, me punësu njerëz sa të mujnë, sidomos në Kek, në mënyrë që me mundësu pastaj mi fitu edhe 2 komuna, si rrjedhoj e atyne punësimeve. Domethënë ai që e ka udhëheq këtë njerëzi ka qenë me një detyrë të caktuar, nuk e ka pas ai job description për shkrim të vendit të punës, me mbikëqyrë ndërmarrjet publike, por e ka pas për me punësu njerëz. Dhe krejt kjo e kontrolluar prej një grupi parapolitik në emën të një sekretariatit të komiteteve në lëvizje në vetëvendosje, që është udhëheq nga një person i cili nuk ka fare funksion shtetëror. Kjo ka qenë domethënë çështja ndaj ndërmarrjeve publike. Dhe tash në vitin e kaluar në raportet e auditorit nga në ndërmarrje publike vetëm një raport është pozitiv. Në 8 të tjera ka shkelje, edhe vetëm në 25% prej zyres kombëtare të auditimit. Dhe është përkeqësuar gjendja, domethënë nuk është në rretë gjendja, nga 2023 nga në 2024 nuk është përmirësuar gjendja, por është përkeqësuar gjendja. Përveç që kanë qenë politik, të mbruar prej komitet, prej sekretariatit komiteteve të lëvizjes vetëvendosje, kanë mbet edhe ushtrues detyre. Pse kanë mbet ushtrues detyre? Për shkak se mi shantazhuar është ma lehtë ata. Veç po du premtim. Se është zgjedhje. Pasi që jemi në zgjedhje, në një afat kohor optimal, jo ma larg se, si me thonë, nga një raport i auditorit deri te raporti tjetër auditorit, këto ndërmarrje do të dalin me raporte të pakvalifikume. Nëse ekziston vullneti politik për transparencë, edhe me i bë punëtorët pjesë të proceseve vendimmarrëse, e jo me ardhur prej lart me vendos një njeri edhe me bë aty ndarje e segregim, çfarë ka ndodhur realisht, me u shfrytzu ndërmarrjet publike si formë e shantazhimit për vota, atëherë përfundon në çdo gjendje. Gjëja e parë që duhet me ndodhë është me marrë secilin, me konsideru secilin ndërmarrje publike si një anije të vogël cilën e drejton, po e drejtojnë njerëz që janë në to, jo dikun jashtë që nuk kanë fare ekspertizë për atë punë. Shihni, kemi pas premtime për me ndërtu hekurudhën prej fush Kosovës e në Durrës, e na nuk e kena një trend si duhet që çon pej. Domethënë kena dështu një trend vetëm, nuk funksionon treni për Shkup, për Hantelezit. Për aleancën, menaxhimi publiko-privat, modeli publiko-privat duhet mu instalu, sepse që ky fuzionim i interesave private me përcaktime rregullore në interes publikut është vetmja formë që funksionojnë, edhe rentabiliteti financiar, edhe respektimi i vendit punës, edhe respektimi i punëtorit.